rrugës isha 82 km/h dhe pse ishte autorizuar 100, nuk isha duke shkuar me shpejtësi të madhe. Ndodhi aksidenti. Por fat në fatkeqësi në këtë rast, ambulanca ishte mbrapa meje. Edhe 3 minuta trurim ka qëndruar pa oksigjen. Domethënë ato edhe kam bërë dëshmin për librin tim që e kam përfunduar, por jemi duke bërë disa korrigjime se duhet gjithmonë 3-4 palë sy ta shohim para se të botohet. Kam bërë dëshmin si personat e ambulancës, si neurokirurgu që më ka operuar, sa i përket suksesit të rimarrjes jetësime. Edhe ato më kanë nxjerrë nga vetura, kanë ardhur policia dhe gjithë më kanë bartur me helikopter në një spital për të parë gjendjen time. Qysh në fillimin e parë, unë jam diagnostifikuar, kam marrë diagnozën tetraplegjik komplet nivelit C4, në palcë kurizore kusht palca e prekur, dhe azia A, që do të thotë, normalisht në basaj diagnoze, unë isha e vdekur. Kam qëndruar 1 muaj në koma. 1 muaj në koma? 1 muaj, po.